Përshëndetje, mirëmëngjesi, përshëndetje Nora. Përshëndetje, Delfina dhe Agron. Atmosfera në Prizren besoj nuk mungon gjatë këtij muaji, ja? E shojmë edhe ato dekorimet që i kemë mbrapa, me siguri gjatë natës vërejnë më shumë. Edhe në Prishtinë, përmendëm me hoxhë më herët që edhe në Prishtinë mbrëm. Pra është dekoruar, është ndryshuar Prishtina. Po jeni në Prizren në këto momente, Agron edhe Delfina, definitivisht ndihet aroma e Ramazanit sepse të gjitha lokalet janë të mbyllura. Ata që janë në qytet me vetura ose në këmbë janë persona të cilët po shkojnë në punë për të kryer obligimet nxënësit në shkolla, ndërsa të gjitha lokalet janë të mbyllura. Kjo është një karakteristike e Prizrenit që gjatë ditës disa nga lokalet, pothuajse shumica prej tyre janë të mbyllura, ndërsa në kohën pas iftarit ato të gjitha hapen edhe krijohet ajo atmosfera e Ramazanit. Në këtë rast, unë po uroj të gjithë dëgjuesit, shikuesit, të gjithë besimtarët musliman, urime muaj i shejtë i Ramazanit, një muaj i solidaritetit, një muaj i cili sjell begati edhe bën që të reflektojmë për njëri tjetrin, të solidarizohemi me ata të cilët nuk kanë. Kjo është e rëndësishme në këtë muaj, po besoj, edhe agjerim të lehtë për ata, fillimisht shëndet. Bisedën për solidaritetin do ta zhvillojmë me Kurtish Hoxhaj, kryetar i degës së Bereqetit në Prizren, një shoqat që jo vetëm në muajin e Ramazanit, por për gjatë gjithë vitit ndihmon familjet në nevojë. Zotri Hoxhaj, faleminderit shumë dhe mirë se erdhët, urime muaj i shejtë. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta dhe shfrytëzoj rastin përmes kanalit tuaj televiziv që ti uroj gjithë besimtarët që Zoti t'ja u lehtëson këtë muaj të bekum të Ramazanit, dhe Zoti që t'ju jep mirësi dhe begati në familjet tuaja. Zotri Hoxhaj, aktivitetet të shumta edhe jashtë muajit të shejtë të Ramazanit, por një muaj i bekuar. Cilat janë aktivitetet që i keni për këtë muaj? Po, ky muaj është pak më i veçantë se muajt të tjerë, dallohet me disa karakteristika edhe për ato disa aktivitetet që i zhvillojmë neve me shoqatën Bereqeti janë pak më të theksuar se sa aktivitetet tjera, për shembull këtu nga aktivitetet që nuk preferohet apo nuk praktikohet në muajt e tjerë, kemi për shembull shpërndarjen e ujit dhe hurmeve në për xhami apo për njerëzit të cilët janë agjërueshëm, pastaj dhurimi i iftareve, shujtave ushqimore për familjet të cilat janë në nevojë dhe normal edhe pako ushqimore dhe gjëra tjera të cilat familjet kanë nevojë që në këtë muaj të Ramazanit do thot pak ato le t'i përkushtohen më shumë ibadetit, adhurimit dhe neve mos t'i lëmë që të bredhin rrugëve apo dyrëve për me kërku ndihmë për institucione të ndryshme. Sa janë kërkesat? Të flasim pak për numrin e familjeve të cilët kanë nevojë në këtë muaj të Ramazanit. Shtohet numri i kërkesave pikërisht në këtë muaj nga familjet? Po, kërkesat vazhdimisht janë në rritje e sipër, mirë po neve duke bashkëpunuar me institucionet relevante, për shembull me drejtorinë e punës dhe miqenë sociale në Prizren, pastaj me shoqatat e ndryshme të cilat njohin më mirë anëtarët e tyre, do thot mundohemi që mu azbut gjendjen e rënduar të ekonomike të familjet të cilat janë në nevojë, sepse na nuk mund të bëjmë zgjidhje të përhershme, por të paktën her pas here më dhon nga institucia atyre, por numri do thot vazhdimisht është në rritje e sipër. Edhe të pas parasysh ngritja e çmimeve, pastaj gjona të cilat janë përcjellse për një familje, sepse tash kemi raste sociale me një ndihmë sociale që e marrin ata është probleme kalu muin. Tash runa zot për shembull një smundje një fëmijë do thotë ajo është e kushtueshme, mjekimi, medikamentet dhe mi po neve po mundohemi që përveç familje që janë do thotë shtresa sociale, ndonjëherë her pas here me ndihmë dhe familje që janë mesatare. Për shembull tash kod dimni ka familje që gjatë verës punojnë, mirë po gjatë dimnit është puna pak më e mangët edhe mundohemi edhe atyre ka pak më zgjat dorën dhe me ndihmë. Zotri Hoxhaj, cilat janë kriteret? A ka kritere në këtë ndihmën të cilën e ofron Bereqeti për familjet që të mund të jenë përfituese të këtyre ndihmave qoftë edhe jashtë muajit të Ramazanit? Po, na kryesisht për shembull si shoqat Bereqeti do të kemi shumë lehtë identifikimin e familje, pasi vetëm jemi organizatë e cila punon në ombrellën e Bashkisë Islame dhe kështu që në çdo lagje, në çdo fshat i kemi edhe imam të cilët neve shumë shpejt mundemi marr informacion për një familje nëse na afrohet me kërku ndihmë dhe ata e verifikojnë sepse imami e njeh gjendjen e xhamatit aty popullit ku ai shërben dhe na ofron informacione që duhet dhe çka duhet me ndihmuar këtyre familje.
Thash, familje do të cilat janë me asistencë sociale, pleshjen vetmun, pastaj invalid, handicap, dhe mundohemi thash edhe shtresën që është mesatare me ndihmue, që të paktën her pas here do thotë në kohë kur ata ndihen ngushtë do të kërkojnë ndihmë, sepse kemi nga ata dhe njerëz që janë shumë të sinqertë. Nështë kërkojnë tash një ndihmë, po kur fillon me punue, afrohet, thotë unë kam filluar me punue, nuk kam nevojë, deri në kohën kur e ndin nështë vetën ngushtë. Pastaj edhe bashkëpunimin e kemi mirë me shoqata tjera, për shembull me Ndikosin, me të Verbrit, me Shurën me Meca, sepse ata i njohin shumë më mirë anëtarët e vet dhe neve gjithmonë për shembull përzgjedhjen e bëjmë përmes këtyne, apo edhe përmes institucionit të Qendrës për Punë dhe Mirëqenie Sociale. Ndihmojnë çdo natë këto familje në kohë iftari, ta bisedojmë pak këtë pjesën e iftarit, sepse është pritshmëria më e madhe gjatë gjithë ditës agjerim, qoftë edhe nga moshat më të vogla, që është një kënaqësi pak më ndryshe kur ishe, si është kjo puna e iftareve? Po, kryesisht do thotë neve gjatë ditës kemi shpërndarjen e pakove, të cilat i furnizojnë familjen me pak ushqimore, miell dhe gjëra të ndasi, dhe pastaj do thotë në bashkëpunim edhe me organizata tjera, për shembull është vlen të theksohet të në Prizren kemi bashkëpunimin që ka Bashkia Islame me Esnafin, i cili çdo ditë dhuron nga 120 shujta iftar, këtu afër është tenda dhe neve përzgjedhim thirrim familjet dhe i dërgojmë atje që ata shkojnë së bashku në iftar bot. Bashkia Islame dërgon edhe një imam aty për me bën një dua, një lutje dhe me u dhënë një këshill atyre njerëzve, po ashtu edhe atyre të cilët nga shoqata Asnaf të cilët e kanë në radhën e tyre për me sjell iftar dhe e bën një iftar të përbashkët, do thotë mes bizneseve, familjen e nevojë, edhe do thotë institucioneve, dhe kjo është e përditshme. Pastaj kemi do thotë shpërndarjen e bukëve, të cilat i kemi disa pika ku njerëzit shkojnë marrin bukën vet në kohën e iftarit. Unë kisha falendëruar përmes juaj edhe Mistini Sweet, të cila disa vite vazhdimisht dhuron edhe sandviç në kohën e iftarit, i dërgon pikën ku neve kemi vendos, në këtë rast në lagjën Ortokoll të Xhamia, dhe një biznes i cili ka dëshme mbet anonim prej Ramazanit vitit kaluar deri në ditën e sotme, dhe ai do të vazhdon derisa ka biznesin e tij nga 100 bukë në ditë, do thotë në dollapin që neve kemi vendos aty afër xhamis, i dhuron bukë, do thotë her pas here do të ku ka nevojë, do të dollapi kur nuk zbrazet në bukë, familjet të cilët janë nevojë shkojnë e marrin bukën, do thotë pa asnjë kompleks, dhe vazhdojnë do thotë me shku në shtëpitë e tyre. Aktivitetin e keni të zgjeruar edhe jashtë komunës së Prizrenit? Po, si shoqat Bereqeti do thotë vepron në nivel të Republikës Kosovës, ku në çdo vend ku ekziston zyrja e Këshillit Bashkisë Islame është edhe dega shoqatës Bereqeti, e cila do thotë është me aktivitete të ndryshme të larmishme varësisht prej komunitetit i cili kërkon ndihmë atje. Po themi gjithka është si Bereqet. Po ashtu neve mundohemi her pas here dhe me kalu edhe jashtë kufive administrativ që kemi, neve si Prizren për shembull kemi këtë pjesën e Kuksit dhe në disa vende, tash para disa dite kemi dërgu pak ushqimor edhe në zonën e Dibrës atje përmes disa bashkëpunëtorëve. Këtu do të ndalem, sa ju lejohet të depërtoni, sepse kemi pa raste që shoqata që veprojnë në një qytet nuk lejojnë organizata të qyteteve të tjera të veprojnë ndoshta në atë qytet. Sa ka qenë e vështirë kjo për juve? Po neve zakonisht kemi gjetë njerëz bashkëpunëtorë të cilët na kanë ndihmuar dhe kemi marrë leje edhe nga institucionet, për shembull po flas tash për zonën e Dibrës atje, të cilët kanë shuar një leje që neve mundemi me dërgu pak ushqimor dhe veç mbathje për ato familjet atje. Pastaj do thotë kemi bashkëpunuar edhe me organet e shtetit këtu në pikën doganore, na kanë mundësuar, kemi dërgu lista se çka përmbajnë ato pako, sa pako në çfarë veç mbathje, dhe kemi dërgu. Kështu do të në herë ka vështirësi, mirë po mbi gjitha ja dalim. Pastaj kemi edhe pjesën tjetër nga Kruma, Hasi, Anina, Gjakova, pastaj kemi do thotë edhe ndihma që shpërndahen nga Bereqeti edhe në komunën Preshevës, Medvegjës, Bujanosit, do të mundohemi gjithandaj me kanë do thotë sa më afër njerëzve të cilët kanë nevojë, sepse ata janë vëllezër tonë. Përpos pakove ushqimore, përpos shujtave Bereqeti ka mbi supe të veta, ndoshta lirisht mund të them edhe të strehoj familjet, t'ju ndihmoj me banim social. Kjo për juve, duke marrë edhe shujtat, edhe ndihmesa me pako ushqimore, për Bereqeti në përgjithësi, është sfidë apo kënaqësi?
Po dyat jenë bashkë, edhe sfidë është për me siguru mjete, për me siguru banimin, po pastaj edhe është një knatësi kur i arrin qëllimin. Për shembull Bereqeti në Gjakov ditën e djeshme do të ka bërë dhurinë e qersave të një shtëpie për një familje të veteranit. Neve këtu veç në Prizren kemi bërë renovimin e një shtëpie ku sot veç përfundojnë apo i përmbyllin punimet e cilë ka qenë renovim general i shtëpisë. Dhe kështu thash, përveç është sfidë se duhet me kërkue në emër të atij, pastaj me organizua punimet për mu kry, por në fund kur rrihet me sukses do thotë është një kënaqësi sepse do të po e strehon një familje e cila ndoshta me sakrificë shumë të madhe dhe probleme ka mja dalë për me rregullu apo me krye një banim për vete. Familjet të cilët marrin shujta gjatë muajit të Ramazanit, vazhdojnë të ndihmojnë edhe pas muajit të Ramazanit? Po, neve si shoqat Bereqeti jemi vazhdimisht aktive me popullin për me ndihmue, duke dhuru pak ushqimore, pastaj do thot neve si shoqat Bereqeti në nivel Kosovës kemi edhe kuzhinat humanitare, për shembull që kemi në Pen, Mitrovic, të cilat do të dhurojnë shujta të ngrohta ushqimore çdo ditë, do thot për familjet në nevojë. Kjo në kohë të iftarit. Kjo jashtë Ramazanit do thot çdo ditë do thot dhurohet në drek apo edhe në darkë, varësisht prej kërkesave që kanë, do të ushqimi dhurohet vazhdimisht çdo ditë. Normal atë me furnizimi me pak o bëhet pa ndërprerje çdo muaj për familjet të cilat kanë nevojë. Pra po përtendsoj do thot në bashkëpunim me institucionet, për shembull me qendrat. Sa kanë qenë bashkëpunu, sa kanë qenë të gatshëm institucionet ju ndihmojnë në këtë rast? Mirë, do thot nuk kemi pas ndonjë pengesë, edhe pse thjesht ata janë institucione dhe i njohin familjet e kanë punëtor më shumë, i vizitojnë edhe i njohin si raste të cilat janë më ekstreme. Her pas here për shembull kërkojmë edhe rishikimin e listave me institucione, për shembull ndonjëherë mas 2-3 muaj një familje mund të shtohet, një tjetër mund të hiqet përkohësisht varësisht prej çysh ata vlerësojnë. Mi po kemi bashkëpunim të mirë në nivel të Republikës me institucionet të cilat mirën me këtë drejtim. Duhet të ndalim pak të një kontribut ndoshta i veçantë, është diaspora, që edhe në muajin e shajtë të Ramazanit japin kontributin e tyre me shujta, qoftë edhe me mjete financiare. Sa është interesimi i tyre dhe sa ju bën më të lehtë punën një ndihmës nga jashtë? Po neve falenderojmë përmes kanalit tuaj televiziv do diasporën e cila vazhdimisht na përkrah, qoftë neve, qoftë organizatat e tjera, qoftë familjarët e vet të cilët kanë nevojë dhe i përkrahen dhe diaspora do të është një lokomotiv kryesore e cila neve na ndihmon këtë drejtim. Dhash Zoti që t'ju dhuroj atyre shëndet dhe gjitha të mirat, ja plotësoj gjitha kërkesat dhe dëshirat e tyre, se me të vërtetë janë do të lokomotiva kryesore e cila na ndihmon në këtë drejtim, sepse ata ndoshta familjen e vetë kanë me vete atje mirë, po ka dhe njerëz do thotë që i kanë këtu në Kosovë dhe kujdesen vazhdimisht, po edhe përmes shoqatës tonë do të vazhdimisht dërgojnë mjete, na mbështesin aktivitete, në aksione të ndryshme, çfarë do të qofshin ato, do të gjejnë një mundësi me ndo nga pasuria atyre, po themi nga mundi, nga ndjersa atyre, që më ndihmue vëllezërve dhe motra atyre këtu që jetojnë në Kosovë. Pra, gjithkush mund të kontribuojë tek shoqata juaj për të ndihmuar familjet e skamnorëve. Nëse dikush dëshiron pra të ndihmoj, lirisht mund t'ju kontaktojnë ndoshta në këtë pikë. Po, shoqata Bereqeti është e hapur me gjithë, do thotë qoftë për pranimin e mjeteve donacione, po edhe për dhurimin, për shembull informacione, sepse neve ndoshta mund të themi jemi vetëm shoqatë që ndihmojmë edhe shoqata tjera duke u dhuru pak ushqimore për anëtarët e vet, po kemi shpesh raste kur vjen një biznesmen, vjen një bamirës, thotë un po du me ndihmu kaq familje, ne nuk hezitojmë me marrë me çu direkt në familje për me i pa me vizitu dhe ai me dhuru çka ata dëshirojnë me dhurue, apo ndoshta edhe ndonjëherë japim edhe lista ku neve na kërkon dhe i preferojmë që këto familje duhet me ndihmua për këtë kohë, këtë rast. Kështu do thotë bashkëpunimi është i mirë edhe shpresoj që te na mundet më afru çdo kush me dhuru mjetet e tyre, me dhuru pak gjëra ushqimore, çfarë do ndim qoftë ata, ne jemi të gatshëm me bashkëpunu me këndo qoftë, do thotë i cili vjen, sepse neve pra po themi si shoqat Bereqeti veprojmë në ombrellën e bashkisë islame dhe jemi organizat, do thotë institucionale, për ato do thotë jemi të hapur për gjithë. Konfirmon familjet të cilët ndoshta merrni si një udhëzues nga dikush që një familje ka nevojë për ndihmë, shkoni fillimisht ta konfirmoni nëse familja vërtet ka nevojë. Po neve dhe ma herët thamë, nëse na afrohet një familje kërkon një ndihmë, apo ndoshta ndonjëherë
edhe ndokush na thot, na çon ndonjë mesazh, na bën një telefonat në filan vendin, është një familje me ndihmu, neve në radhë parë marrim do thot informacionin, emrin, mbiemrin, në një numër kontaktues dhe pastaj thash përmes imamëve na shumë lehtë edhe bashkëpunëtorë që kemi identifikojmë rastin, i pyesim kush është kjo familje dhe cilat janë nevojat emergjente që duhet me ndihmu dhe ata na japin udhëzime se do thot a duhet me ndihmu apo nuk duhet edhe çka duhet me ndihmu atë familje. Zotri Hoxha, përpos shujtave, përpos strehimit që Bereqeti deri më tash ka bë, ndihmoni edhe në forma të tjera, sepse ka ndoshta shumë prej familjeve që kërkojnë edhe ndihmë për një asistencë shëndetësore, shërim jashtë vendit, ka raste të shumta. Kemi raste që neve dhe sigurojmë mjete, do thot për me ndihmu për medikamente, sigurojmë mjete për me ndihmu njerëzit për me dalë në shërim jashtë vendit, po ashtu Bashkia Islame do thotë ka edhe një bashkëpunim shumë të mirë edhe me Republikën e Turqisë ku do thotë një numër shumë të madh dërgon edhe pa pagesë për shërim jashtë vendit, kështu që do të ndihma është e gjithashme ku ka mundësi dhe ku është nevoja familjeve aty jemi. Ka ndodhur që të refuzohet ndonjë familje? Po mund ndodhë, nashta ndonjëherë thash pas verifikimeve dhe konsultave me institucione, do të mund ndodhë që edhe familjet ndoshta për momentin më refuzu, mirë po propi kemi ndihmu. Mirë, sot kemi iftarin e parë. Do të jetë një iftar i veçantë për Bereqetin, familjet që janë nën ombrellën tuaj. Po, nëma që është pak ma i veçantë, edhe pse do thot si iftari i parë do thot prefero që të hahet në për shtëpi tona, ta ndim pak atë atmosferën tonë, mi po kemi edhe familjet të cilat ndoshta marrin ushqimin dhe shkojnë nëpër familjet e tyre, pak me ndijat aromën, sepse me të vërtet Prizreni ka e shijon, do thot shpirtnisht e shijon kënaqësinë e aromës festive të muajit bekum të Ramazanit, format dhe mënyra të ndryshme. Po du të ndalem për fund edhe të një pyetje. Çka nëse një familje nuk ka mundësi të vijë të marrë ushqimin tek ju? Keni persona të cilët dërgojnë ushqimin në shtëpi? Kemi ndoshta të moshuar që nuk mund të lëvizin? Po, neve mundohemi edhe në këtë formë u dërgua edhe në për familjet e tyre atyre të cilët nuk kanë mundësi apo janë me probleme shëndetësore apo edhe persona që janë të moshuar, ekipet tona do të shkojnë derë më derë dhe vizitojnë një dërgojnë, sepse neve jo vetëm në qytetin e Prizrenit, po Prizreni ka dhe shumë fshatra që janë fshatra pak më të largët, neve vazhdimisht dalim edhe anena duke dhuru pak o prap, po thëmë duke bashkëpunu me personat përgjes të atij lokaliteti. Të falenderoj shumë dhe urime edhe një herë. Faleminderit, urime edhe për juve, dhe Zoti që të na ndihmoj dhe të na forcoj që ta kalojmë sa më mirë këtë muaj të bekum të Ramazanit. Faleminderit shumë. Respekt. Delfina dhe Agroni ishte kjo lidhja jonë e drejt për drejt me Kurtish Hoxhaj, kryetar i shoqatës Bereqetit në Prizren. Dëgjuam pra një muaj i cili pra vë në theks të veçantë ndihmën e kësaj shoqate, edhe përkatësisht kjo është atmosfera në Prizren në këto momente. Po kaloj linjen tek ju në studio, sepse për pak minuta kemi edhe edicionin e lajmeve të orës 9, nëse nuk kemi diçka tjetër për çtu. Nora, faleminderit shumë, faleminderit për të paraqitje, ka kohë që kemi taku, a? Mos mungo kaq shumë program mëngjesit. Patjetër që jo. Ja, më shpesh mirë, Nora, E kemi edhe një hapësirë publicitare.